Cilat janë 10 plazhet më të bukura në Shqipëri? Përpara se video të filloje, do kërkoja të bëni subscribe në kanalin ton të ri. Faleminderit. Shqipëria është një nga ato vende që shpesh nënvlerësohet në hartën turistike të Europës, por sapo e shkel, kupton që fsheh një nga vijat bregdetare më të bukura në Mesdhe. Nga veri në jug, ky vend i vogël ka një kombinim të rrallë. Malet që bien direkt në det, ujë kristal blu, gjire të fshehura dhe plazhet që ende ruajnë një ndjesi natyrale dhe të paprekur. Në këtë udhëtim, ne nuk po shkojmë thjesht në plazhe, po eksplorojmë histori, atmosfera dhe ndjesi. Nga Ksamili me ujërat tropikale te Dhërmiu ku malet prekin detin. Nga jala energjike te gjipi i fshehur mes kanjoneve dhe deri në qetësinë e Zvërnecit, çdo vend ka një identitet të vetin, një ritëm të vetin dhe një emocion të ndryshëm. Ky nuk është thjesht një listë destinacionesh, është një udhëtim përgjatë rivjerës shqiptare dhe më gjerë, ku çdo ndalesë tregon një anë tjetër të bukurisë së këtij vendi. Disa plazhe janë të gjalla dhe plot energji, të tjera të qeta dhe pothuajse të pabesueshme në pastërtinë e tyre. Pra, përgatitu për një udhëtim nga jugu deri në veri të Bregdetit shqiptar. Një udhëtim që do të të tregoj pse Shqipëria po kthehet në një nga sekretet më të bukura të Mesdheut. Ksamili, Karaibet e Shqipërisë që nuk i beson dot derisa i sheh. Në jugun më të skajshëm të Shqipërisë, aty ku toka pothuajse prek Greqinë dhe deti jon hapet në një ngjyrë të pabesueshme blu dhe smeraldi, ndodhet Ksamili. Ky vend nuk është thjesht një plazh, por një nga imazhet më të njohura të Shqipërisë moderne turistike. Shumë njerëz e quajnë Karaibet e Europës, por kur shkel aty, kupton që as krahasimet nuk mjaftojnë. Rëra është e bardhë dhe e imtë, uji është aq i pastër sa mund të shohësh çdo gur në fund, dhe ishujt e vegjël përballë plazhit duken si të dalë nga një kartolinë tropikale. Në mëngjes, Ksamili është pothuajse i heshtur. Deti është i qetë si pasqyrë dhe ajri ka një freski që të bën të harrosh gjithçka tjetër. Ndërsa dita ecën, plazhi mbushet me jetë, me turist nga i gjithë bota, por edhe me familje shqiptare që e kanë kthyer Ksamilin në simbol të verës. Në mbrëmje, gjithçka ndryshon sërish. Dielli zhytet ngadalë në horizont dhe qielli ndizet me ngjyra portokalli, roz dhe vjollc. Restorantet Buzdetit fillojnë të mbushen me zhurmën e darkës, me aromën e peshkut të freskët dhe me tingujt e verës. Ksamili nuk është vetëm një vend për të notuar, është një përvojë që të mbetet në mendje si një kujtim i ndritshëm veror. Komento nëse një ke vizituar apo do i vizitosh së shpejti. Dhërmi, vendi ku malet bien direkt në det. Në zemrën të rivjerës shqiptare, aty ku rruga përdridhet me smaleve të thepisura dhe çdo kthes hap një pamje më të bukur se tjetra, ndodhet Dhërmi. Ky është një nga ato vende ku natyra ka vendosur të tregojë gjithë fuqinë e saj estetike në një hapësirë të vetme. Malet e bardha dhe të ashpra nga njëra anë dhe deti jon i pafund nga ana tjetër. Plazhi i Dhërmiut shtrihet gjatë, me guralec të bardhë që shkëlqejnë në ndjell dhe ujë që thellohet shpejt në një blu të errët kristal. Është një plazh që të jep liri, nuk ndihesh i mbyllur, nuk ndihesh i kufizuar. Hapësira është e madhe dhe kjo e bën Dhërmiun perfekt si për qetësi, ashtu edhe për energji verore. Gjatë ditës, dielli e ngroh çdo cep të bregut, ndërsa në mbrëmje plazhi fillon të marrë një jetë tjetër.
beach bars modern, muzik lounge dhe njerëz nga e gjithë bota krijojnë një atmosferë që është një mix mes relaksit dhe festës. Por nëse zgjohesh herët në mëngjes dhe del në breg, Dhërmiu është sërish i njëjtë si para qindra vitesh, i qetë, i pastër dhe pothuajse i shenjtë në thjeshtësinë e tij. Jala, energjia e verës shqiptare. Pak minuta larg Dhërmiut, me skodrave të gjelbra dhe një gjiri të mbrojtur natyror, ndodhet Jalë, një nga plazhet më të gjalla dhe më të rinore të gjithë Rivierës. Jala nuk është thjesht një plazh për të relaksuar, është një skenë verore ku çdo ditë ndodh diçka. Gjatë ditës, uji i kristalt të fton për notë të gjatë, snorkeling apo thjesht për të qëndruar mbi shkëmbinj dhe për të parë horizontin. Plazhi është i rrethuar nga gjelbërini dhe krijon një ndjesi intime, sikur je në një botë të vogël të izoluar nga pjesa tjetër e vendit. Por kur vjen mbrëmja, Jala ndryshon krejtësisht. Muzika rritet, dritat ndezen dhe plazhi kthehet në një fest të hapur. Është një nga ato vende ku vera nuk është vetëm një sezon, por një gjendje shpirtërore. Edhe pse është i njohur për jetën e tij të natës, Jala ende ruan cepa të qetë për ata që duan thjesht të dëgjojnë detin. Gjipe, plazhi i fshehur mes kanjoneve. Nëse ka një vend në Shqipëri që të jep ndjesinë e një sekreti të zbuluar, ai është Gjipe Beach. Për të arritur këtu, duhet të largohesh nga rruga kryesore dhe të ecësh në këmbë përmes një kanjoni të thellë dhe dramatik, ose të mbërrish me varg nga deti. Dhe pikërisht kjo e bën Gjipen një destinacion të veçantë. Nuk vjen rastësisht këtu. Kanjoni që të çon drejt plazhit është një botë më vete. Shkëmbinj të lartë ngrihen në të dy anët, ndërsa rruga ngushtohet gjithnjë e më shumë, derisa papritur hapet pamja e detit. Dhe aty, në fund të këtij udhëtimi, shfaqet një plazh i paprekur, me ujë kristal dhe një qetësi që duket pothuajse e pabesueshme. Nuk ka ndërtesa të mëdha, nuk ka zhurmë qyteti, nuk ka rrëmuj, vetëm natyrë, det dhe disa çadra të thjeshta. Gjipe është vendi ku shumë njerëz vinë për kemping, për të kaluar natën nën yje dhe për t'u shkëputur nga gjithçka tjetër. Saranda, qyteti ku deti dhe jeta nuk ndalen. Saranda nuk është thjesht një destinacion plazhi, është një qytet që jeton me ritmin e detit. Ndryshe nga gjiret e fshehura dhe plazhet e qeta të Rivierës, Saranda është gjithmonë në lëvizje, një vend ku vera nuk është sezon, por identitet. Kur hyn në qytet, gjëja e parë që të pret është shëtitoria Buz Deti, një vije gjatë dritash, restorantesh dhe baresh që njerëzit ecin pancitim. Era e kriptur e detit përzihet me aromën e ushqimit të freskët, ndërsa anijet e vogla lëkunden lehtë në port. Këtu gjithçka duket e thjeshtë, por në njëkohësisht e gjallë dhe dinamike. Plazhet e Sarandës janë të ndryshëm nga njëri tjetri. Disa janë urbane dhe të organizuara, disa të tjera më të qeta dhe më natyrale pak jashtë qytetit. Uji është gjithmonë i qetë, me një blu të thellë që pasqyron qiellin pafund. Është një vend ku mund të notosh në mëngjes, të eksplorosh historinë gjatë ditës dhe të jesh në një darkë Buz Deti në mbrëmje. Por Saranda nuk është vetëm det, ajo është një port drejt historisë dhe natyrës. Nga këtu nisen udhëtimet drejt Syri i Kaltër, një burim natyror që duket sikur vjen nga një botë tjetër, dhe drejt Butrintit, një nga qytetet më të rëndësishme arkeologjike në Ballkan. Kjo e kombinon detin me historinë në një mënyrë që pak vende në botë mund ta bëjnë. Saranda është kontrast, ditë e qetë në plazh dhe natë gjallë në qytet. Është vendi ku çdo moment ka një version tjetër të vetvetes. Himara, vendi ku teha ngadalson.
Himara është një nga ato vende që nuk t'i imponon në ritëm, përkundrazi, të mëson të ngadalsosh. Ndryshe nga zonat e tjera më turistike, Himara ruan ende një ndjesi autentike, ku jeta lokale dhe turizmi bashkjetojnë pa e humbur ekuilibrin. Qyteti shtrihet mes maleve dhe detit, me shtëpi të bardha dhe rrugë të ngushta që të çojnë drejt plazheve të ndryshme. Çdo mëngjes këtu fillon me diell të fortë dhe det të qetë. Njerëzit dalin herët, disa për peshkim, disa për kafe buzdeti, ndërsa turistët fillojnë të eksplorojnë gjiret përreth. Ajo që e bën Himarën të veçantë është shumëllojshmëria. Në pak kilometra mund të kalosh nga një plazh me guralec të bardhë në një gjij të fshehur mes shkëmbinjve. Nuk ka monotoni, vetëm ndryshim i vazhdueshëm peizazhi. Në mbrëmje qyteti qetësohet, dritat reflektojnë në det dhe atmosfera bëhet më intime. Himara nuk është vend për nxitim, është vend për të qëndruar pak më gjatë se sa ke planifikuar. Livadhi, hapësira e madhe që të jep frymë. Livadhi Beach është një nga plazhet më të veçanta në jugun të Shqipërisë për një arsye të thjeshtë: hapësira. Këtu nuk ndihesh i kufizuar, nuk ndihesh i ngjeshur. Është një plazh që të jep frymë. Kur mbërrin, ajo që të bie në sy është gjerësia pafundme e bregut, guralec të bardhë, ujë i pastër dhe një horizont që duket sikur nuk mbaron kurrë. Edhe në ditët më të ngarkuara të verës, Livadhi arrin të ruajë një ndjesi qetësie për shkak të madhësisë së tij. Mali që ngrihet pas plazhit krijon një kontrast të fortë vizual. Është sikur natyra ka vendosur dy botë përballë njëra tjetrës, tokën e ashpër dhe detin e butë. Ky kontrast e bën Livadhin jo vetëm një vend për notë, por edhe për reflektim. Është gjithashtu një vend ideal për ata që duan të qëndrojnë gjatë. Mund të kalosh gjithë ditën pa u ndjerë i mërzitur, nga mëngjesi i qetë deri në perëndimin e diellit, që ngadalë zhytet në det. Ksamili i fshehur, Shqipëria që pak njerëz e shohin. Përtej Ksamilit famshëm, ekziston një tjetër botë, më e qetë, më e fshehur dhe më pak eksploruar. Gjiret e vegjël përreth Ksamilin shpesh janë anashkaluar nga turistët, por pikrisht aty qëndron bukuria e tyre. Këto vende nuk kanë infrastrukturën e madhe turistike, nuk kanë muzikë të lartë dhe as plazhe të organizuara, por kanë diçka tjetër: qetësi absolute dhe natyrë të paprekur. Uji është edhe më i kthjellët se në Ksamilin kryesor, dhe ndjesia është sikur je në një version më privat të parajsës. Shpesh këto gjire zbulohen rastësisht, duke ecur përgjatë bregut apo duke marrë një varkë të vogël, dhe kur i gjen, ndjen sikur ke zbuluar një sekret që nuk është në asnjë guidë turistike. Borshi, pafundësia e detit jon. Borshi është një nga plazhet më të mbreslonshme në Shqipëri për shkak të një gjëje të thjeshtë: gjatësisë së tij. Me disa kilometra bregdet, Borshi krijon një ndjesi pafundësie që pak vende e ofrojnë. Kur ecën përgjatë bregut, duket sikur plazhi nuk përfundon kurrë. Njëra anë është deti i hapur i Jonit, ndërsa tjetra është një peizazh me ullishte dhe kodra të gjelbra. Kjo kombinon detin me natyrën rurale në një mënyrë shumë të veçantë. Borshi është qetë, edhe në kulmin e sezonit. Nuk ka zurmë të madhe, nuk ka ndërtim të tepruar. Është një vend për ata që duan thjesht të jenë pranë detit pa ndërprerje. Në mbrëmje, gjithçka bëhet edhe më i bukur. Dielli bie ngadalë mbi horizont dhe gjithë plazhi ngjyroset në tone të arta dhe portokalli. Zvërneci, vendi ku deti takon me shpirtin. Zvërneci është ndryshe nga çdo destinacion tjetër në këtë listë.
nuk është vetëm plazh, është një peisazh i kombinuar mes lagunës, detit dhe natyrës së qetë që të jep një ndjesi gati meditimi. Këtu uji është më i qetë, ajri më i butë dhe ritmi i jetës shumë më i ngadalt. Pishat rreth zonës krijojnë një aromë të veçantë që përzihet me erën e lagunës. Është një vend ku njerëzit vijnë jo vetëm për notë, por edhe për qetësi mendore. Aty pranë ndodhet ishulli i vogël me manastirin historik, i lidhur me një urë druri që kalon mbi ujë. Ky vend i jep gjithë zonës një ndjesi mistike, sikur koha këtu nuk ecën në të njëjtën ritëm si pjesa tjetër e botës. Zvërneci është fundi perfekt, një udhëtimi nëpër disa nga plazhet më të bukura të Shqipërisë, nga Ksamili tropikal te Dërmiu madhështor, jala energjike, gjipi i fshehur e deri te qetësia e Zvërnecit. Por tani, duam të dëgjojmë edhe ty. Cili nga këto vende ke vizituar më parë? A ke qenë në Ksamil, Dërmi apo ndonjë nga këto plazhe që pam sot? Shkruaje në komente dhe na tregoj eksperiencën tënde. Çdo histori ka rëndësi dhe mund të jetë pjesë e videoson të ardhshme. Dhe nëse nuk e qenë ende, cilin nga këto plazhe do doje të vizitoje i pari?